Emërimi i ish drejtorit përgjithshëm të burgjeve që unë jam habitur kur e kam dëgjuar. Pse u habite? Po sepse nuk mendoj që ishte personi i dur për t'u emëruar në AMP. Për shkak të problemeve që kanë pasur burgjet, ankesave, denoncimeve që ka pasur nga të burgosurit. Shikoni, burgjet kanë një problematikë të cilat me ministrin e ri mendoj se po luftohen, e kam diskutuar përpara rreth një jave, sidomos lufta kundër korrupsionit në burgje është shumë e theksuar. Pra korrupsioni si fenomen dhe lufta duhet shtuar më shumë. Edhe zoti Klevis Qose i ka lënë pra burgjet në një moment shumë kritik. Pikërisht. Në një moment ku kishim ankesa të jashtë. Ndaj të pyeta pse tek AMP tani që është një strukturë shumë delikate dhe kyçe. Krahas të aratisjeve e kultivimit, cilat në mënyrë indirekte që me qëra fjala për Altin Doci nuk dihet ende se ku bëhet sot e kësaj dite. Bëhet fjalë fare. Nuk ka asnjë informacion, ajo arratisja spektakolare. Me kontrollet e reja që bëri drejtori i ri i përgjithshëm i burgjeve, ju e pat se sa celulare, sa thika e sa mjetet të tjera të mpreta u gjetën nën dysheqet e nën teshat e të burgosurit. Do të thotë që ishte një liberalizim i plot dhe sigurisht secila prej atyre thikave, secila prej atyre sendeve të ndaluara, është futur në atë burg me para. Kush i ka marrë këto para? Nuk po them që ka përgjegjësi direkte Klevis Qosja, por ka përgjegjësi morale dhe zyrtare administrative. Dhe për shkak të gjitha këtyre problemeve, unë nuk di kush e ka garantuar, kush është ai që ka vajtur dhe ka lobuar tek kryeministri shqiptar për këtë person që të shkojë në AMP. Jo.